Prap lart tensioni. Prap 10. Alo, urgjenca. Alo, doktor. Urdhëroni zonjë. Jam zotëri, por zotëri. Po më falni. Çfarë doktor? Vdiq. Çfarë keni? Zotëri, qetësoni, mos hapni panik. Nga ta di unë çka kam o doktor në piva. 2 aspirina po s'po mbaj ndërman. Zotëri, të lutem shumë, mos përhapni panik. Nuk të gjen asgjë po të pish 2 aspirina. Madje ka njerëz të cilët të pinë 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, madje 9, 10 aspirina në ditë dhe nuk është se i gjen gjë. Po Ka vetëm një problem. Në qoftë se këto aspirina ju i keni shoqëruar. 1 me lule lakër, 2 me biskot, 3 me çaj, 4 me birr, atëherë ka problem. Po çfarë problemi ka, doktor? Mos u shqetëso, mos përhap panik. Ty nuk të kanë dhënë asnjë lloj problemi, përderisa po flet me mua, do thotë që s'të kanë dhënë asnjë problem, sepse po i shoqërove me këto, të shkaktojnë Vdekje akute. Alo? Alo? Njerëz me komplekse. Alo, urgjenca. Alo, urgjenca? Po. O doktor, Po? a ka me faqe sa dati iku gjatë me të mori? Hë? Ta vë. Gjatë. Çfarë keti me mamë sonte, si m'dukesh? Jam e shqetësuar, ma. Je shqetësuar? Po pse mi të keqen mami, po ke komoj të shqetësohesh. Po sa e gjatë është jeta, e di. Ke një orë në një djalë ti tani edhe të fluturojnë flutrat në stomak. Ah, mi mam, po ku e di ti që ai nese do të lërë për njëran më të dobët, mi shpirë. E në një kokë lyrë, mi zemra mamit. Edhe të imagjinosh më të keqen që nuk do të ndodhi një herë, po disa. E pastaj do futesh në shkolle, të tjerë do t'i marrin provimet me mik ti do mësoshe. Pastaj avash, do gjesh një punë të mirë. Të mirë i thonë që se një parti do të fusi, një tjetër që do vinë pushtet do të heqi. Edhe kur të plakesh me të keqen, aty vjen pjesa më e vështirë, se do t'jem bërë fëmijë sa një gomar edhe do të rasin azil. Kështu që tani të këqijat edhe mos u shqetëso, se jeta është kaq e gjatë sa nuk ja vlen. Sish më duket vetja pak e shkurtër. Alo, urgjenca. Alo, doktor. Po. O doktor, na falni për shqetësimin, doktor, po jam shumë i shqetësuar tash se djali im duke bërë detyrat gëlltiti stelolapsin. Po, mos u shqetësoni, mund t'i bëj detyrat e shtëpisë edhe me laps. Po. Doktor, ta bëj edhe pyetje tjetër valla. Po. E një gjë, a kishte me pas tjetër aty veletikull? Ha? Ta vë, doktor. Alo, urgjenca. Alo, urgjenca. Po, urgjenca. Alo, nga Prishtina ju marrim. Zotri, jemi urgjenca Tiranës. Kam halkëm shqetësim, ani. Po. Alo, doktor. Po? Qyre, djali, me jem, djali. Po? Ka pi, benzin, mërë. Edhe atu s'jaz me përobor, si qysht veprojmë, qysht bëjmë. Mos u shqetëso, zotri, kur t'i mbaroj benzina mund t'a kap. Qepre ke puri mirë, tu falemnerit e tu ka me faqasi. Ha? Ta dhe. Alo, urdhroni. Profesor Castelloti? Po, urdhro. Mirëmbrëma, profesor. Po? Jam doktor Bedriu. O, Bedri, si e Bedri? Mirë, faleminderit. Si e zonja? Mirë, faleminderit. Ja shtëpia mirë? Mirë, faleminderit. Ju si keni qenë? Mirë, punoj. Profesor,
Mos ju shqetësoj vallë, doja t'ju thoja një problem shumë të vogël. Jo, absolutisht më vjen keq. Profesor, më falni për orën e vonë, po kam një shqetësim. Unë jam turni 3 në urgjencë dhe ai djali juaj më merr vazhdimisht në telefon me shokët e vet dhe tallet me mua. Po. E ka bërë këtë? Po. Beni. Po. Shiko si është puna, doktor Bedriu. Po. Beni sot kishte me faça sadat. Ha?